Shikoni 2 sekonda t'ju tregoj se çfarë makinash kanë zbarkuar sot në Tiranë. Sot është një nga ato ditët më të bukura që të gjithë adhuruesit e makinave sportive mund të vinë këtu te hoteli dhe të shikojnë këto super makina kaq të veçanta. Normalisht janë makina që kanë disa motor me qindra kuaj fuqi. Normalisht po tërheqin vëmendjen e gjithë turistave. As mos u mundoni fare të shikoni se sa kushtojnë në internet, sepse janë sa disa shtëpia. Ja shikoni edhe pak të Ferrari, që është një nga makinat që bie më shumë sy. Po ti shikoni në faqen zyrtare të Instagramit të Moodball, kërkojnë në Instagram këtë. Do shikoni që këto janë makina që përshkrojnë gjithë Evropën. Me sa duket to për herë të fundit kanë qenë në Selanik dhe ndalesa e ditës së sotme është këtu në Tiranë. Si çfarë McLaren është? Unë nuk është se jam një njohës shumë i mirë i makinave, di që janë makina shumë të shpejta, shumë të fuqishme, shumë të rralla dhe kushtojnë sa qimet e kokës. Nëse ju keni ide se kush është makina më e bukur nga këto që po shikoni këtu, lini një koment që ta marrin vesh edhe në të tjerë se sa është vlera reale dhe ku mund të blehet në internet. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.